Prokuroria e posaçme dhe agjentët e BKH-s kanë zbarkuar në bashkinë e Tepelenës. Sipas raportimeve në media, dyshimet janë se SPAK ka nisur hetime pas disa lajmeve për abuzime me tenderet nga ish-kryebashkiaku Tërmet Peçi, i cili nga shtatori do të jetë deputet. Sipas burimeve janë sekuestruar dokumente dhe materiale të tjera digjitale. Tërmet Peçi është kallëzuar në SPAK nga Partia Demokratike më 30 prill. Kallëzimi është bërë referuar emisionit Pluk, ku denoncoi se drejtori i Bashkisë së Tepelenës Lorenz Bami në vitin 2017 në emër të bashkëshortes Aleksandra Bami dhe në bashkëpunim me shtetasin e Kuran Hoxha themeluan kompaninë NG Structures SHPK. Kjo kompani ka marrë 18 milion euro tender nga Bashkia e Tepelenës dhe i Gjirokastrës dhe 66 milion euro tendera në total nga institucionet publike, u spikasin ato të rindërtimit. Gjithashtu, NG Structures rezulton që të jetë kompania e përzgjedhur edhe nga Jumentis SHPK, kjo e fundit me firmën e Tërmet Peçit, ka përfituar tokë publike dhe leje ndërtimi për thertore në rajonale të qarkut Gjirokastër e më pas kalon parat e kompania e gruas së Lorenz Bamit. Ndërkohë, pas largimit si aksionere nga shoqëria NG Structures, Aleksandra Bami, gruaja e drejtorit Lorenz Bami, themelon kompaninë Artreum Generation me ortak themelues Mateo Sheu, i biri i Gjolek Sheu, pronarit të Jumentis. Kompania Artreum Generation ka marrë nën kontraktimin e një tjetër tenderi në bashkinë me Maliaj për ndërtimin e ujësjellësit. Gjithashtu, motra e Tërmet Peçit, Manjola Haska, një mësuese drejtore shkolle, është ndërruar në investitore dhe përfituese e fondeve të AZBR, pasi me VKB të posaçme. I vëllai kryebashkiak i ka dhuruar mijëra metra katror tokë publike në fshatin në Regjin për ndërtimin e një agroturizmi dhe ka përfituar një fond në vlerën 220.000 euro nga fondet e IPARD. Tërmeti i partisë nuk mund të ishte ndryshe nga shokët e rilindjes me VKB të posaçme. Ai ka dhuruar motrës së tij mijëra metra katror tokë publike në fshatin Regjin për ndërtimin e një agroturizmi dhe për financimin sigurisht i vjen në ndihmë shoqja tjetër rilindase, Frida Krifca, me një financim në vlerën 220.000 euro me fondet e IPARD. Për thertoren dhe agroturizmin e motrës, Frida Krifca ka dhënë rreth 1 milion euro nga fondet, të cilat duhet të shkonin për fermerët. Kjo pra është thertoria korruptive në cilën tërmeti i partisë i futi paratë e qytetarëve të Gjirokastrës, Tepelenës dhe Memaliajt, tha në prill Arben Ristani, i cili njoftoi padin. Tërmet Peçi kandidoi në zgjedhjet e 11 majit dhe doli fitues. Nga shtatori ai pritet të jetë deputet, por nëse SPAK zbulon shkelje, nuk i dihet nëse do ta mbyll mandatin.